Sindikata e Policisë Shqiptare organizoi takimin e radhës së Këshillit të Sindikatave të Policisë Evropiane CESK. Gjatë këtij takimi u diskutua mjaft çështje të cilat shqetësojnë forcat e rendit. Sipas kryetarit të Sindikatës Shqiptare të Policisë Sadetin Fishta, problemet për policinë në vend janë të karakterit ekonomik, pasi shpeshherë efektivët në detyrë nuk përfitojnë ditë të cilët i takojnë sipas ligjit. Kërkojnë një vëmendje dhe një vlerësim më dinjitos nga shteti dhe ne do jemi si sindikat partnerët kryesor dhe do këmbgullim maksimum që të gjitha përfitimet ligjore që ju takojnë punojësve të policisë t'u jepen njëkohësisht, por edhe të trajtohen në kohë këto përfitime. Të pranishëm në takim ishte kryetari i CESK Branko Prah, së bashku me sekretarin e përgjithshëm Gerard Genro. Ata u shprehen se organizata, të cilën drejtojnë, nuk ka fuqi detyruese. Pjesëmarrësit u shprehen se vazhdimisht do jenë në krah të kolegëve të tyre shqiptar dhe se do ta mbështesin vazhdimisht në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen forcat e rendit në Shqipëri.